Pasi kam provuar 11 fast food me sufllaqe në Tiranë, kjo është renditja ime nga e 10-ta te e para. Tani kanë qenë 11, por 2 prej tyre kanë qenë jashtë Tiranës, që ka qenë një në Dërmi dhe një në Shkodër, prandaj të dyja do jenë në vendin e 10 duke qenë se janë jashtë Tiranës, po e kërkojmë në Tiranë sufllaqen më të mirë. Kur nisa këtë seri, sufllaqja e parë që kam provuar ka qenë Fast Food Albania, e cila për mendimin tim është në vendin e 9. Dua të sqaroj diçka, të gjitha sufllaqet kanë qenë shumë të mira, nuk është se kanë diferencë shumë të madhe nga njëra tjetra. Unë po marr në konsiderat çmimin, momentin kur unë i kam konsumuar, se si kanë qenë në atë moment. Ky është thjesht mendimi im. Unë do rikthehesha tek secila nga këto biznese që kam provuar për të ngrënë përsëri, kështu që mbeten të mira. Tani, një nga sufllaqet më të komentuara, ndoshta më e komentuara nga gjitha, është Fast Food Ola në Komunë. Për mendimin tim, vetëm për shkak të madhësisë, shija shumë e mirë, për mua kjo sufllaqe do shkonte në vendin e 8. Në vendin e 7, për mendimin tim është Athena Street Food, duke qenë se unë kam marrë dopja mish dhe dopja pite, që për mua nuk ishte ndonjë kombinim i mirë dhe kam ngrënë në shtëpi. Mendoj që duhet kisha shkuar se s'bën tek fast foodi, pra ta haja aty, sepse kualiteti ishte shumë i mirë, por vetëm fakti që e hëngra në shtëpi renditet në vendin e 7. Në vendin e 6 është Fast Bite by Festi, unë zbulova rastësisht që e kisha në lagje, por kam ngrënë vetëm një herë, kështu që do rikthehem përsëri për të shikuar nëse mund ta rendis më lart herës tjetër. Në vendin e 5 mendoj që është Mr. Greek, në vend të 4 Delicioso, në vend të 3 My Giros në blok, në vend të 2 Grill Suvllaki and Stop dhe në vend të parë është Bistro, e cila është në qytet Studenti, ndoshta shumë nuk e njohin, as unë nuk e kisha iden që ekzistonte, me thënë drejtën, se nuk më lidh diçka me atë zonë. Megjithatë ishte një sufllaqe shumë e mirë, nuk e di pse ajo më ka shijuar shumë. Siç e thash edhe një herë, mund të jetë eksperjenca në atë moment, kjo nuk i bën asnjë nga të tjerat më pak të mira. Megjithatë unë sërin do e vazhdoj të provoj akoma vende të reja, sepse më keni sugjeruar pafund vende me sufllaqe që unë nuk e kam provuar, në Isberisht, në kombinat, nuk më kujtohet tani se sa shumë janë. Kështu që vazhdoni më sugjeroni dhe të shikoj se cilat do jetë më sugjeruara për të shkuar tek videoja e radhës. Ciao.